Mirë se erdhët, ju përshëndesim nga këndi gatimit. Mirë mëngjesi, zonja Vjollca. Mirë mëngjes. Si e sot? Përshëndesim të gjithëve mirë. Çfarë do na gatuash? Po, si fundjavë... Riciklo kemi më duket sot. Ndodh që na janë mbledhur bukë. Pak rëndësi ka, e bardhë Se hedhim, kjo është e rëndësishme. E bardhë zez bashk, simite, me kore, pa kore. I mbledhim bukët dhe do t'i presim në kubik. Ja, të veqël. Kaq. Si për përshesh. Bravo, si për përshesh. Tani, mirë është anvisat të bëjmë të punë në darkë. Të bashkojnë ingredientët, i hedhin në një tas me një qese dhe vendosin në frigorifer. Dhe të nesërme në mëngjes... Do të thënë ingredientët që kemi në Po, dhe të nesërme në mëngjes e pjekin për 30 minuta, gjithmonë në naçohen më parë, gjyshet më parë, dhe të gjithë para se të largohen për në punë, mund të marrin nga një fetë dhe ta kenë me vete. Ashtu? Po. Është bukë dhe gjellë bashkë, më përpara bënim papare. I bënim shumë thjesht, vetëm me gjallë, pas me vaj, ishte luks, po t'ishte edhe me gjallë, me sa të rri me djathi dhe me pak qumësh, kripna në gjikë dhe kaq. Sigurisht shumë e shishme, e bëj edhe unë në njerë, në shpi, por kur kemi mundësira të tjera, që mund kemi diçka më tepër në frigorifer, e plotësojmë dhe bëjmë një mëngjes të plotë. Kostoja nuk del shumë e lartë, për gati 6 deri në 8 persona mund të hanë, nëse do të shoqëroni në shtëpi me në i gotë qumësha, me në i kosa, me... Atëhere për bërësit, kemi pra bukë, që mund tjetë mesatarisht ke gjysmë e bukës, nëse do dëshironi të bëni posaçërisht, gjysmë buke është këtu. 6 kokra vezët a i bë, nuk do t'i largon, kemi folur me gatreshi, pranishëm dhe sigurisht duke dhe nga ngjyra e mirë. Një kuti të vogël fare me pana, që është 200 ml, ke qumshi e shikoni me sy se sa të forta janë bukët, nëse buka shumë e butë, nuk do shumë qumësh, po 250 deri në një gotë të madhe, ose dhe një qik më tepër, mund të ketë edhe një filxhan kafe më shumë. Kemi djath të butë, mund tjetë dhe djath i bardhë, të rime, çfarë të keni ju, krip piper, mund të ahidhni, mund mos të ahidhni piperin për arsye të fëmijëve, dhe yndyrë brenda ka vetëm çfarë ka pjesa e verdhë e vezës dhe djathi dhe qumshi, pjesa e yndyrës që kanë produktet, nuk do të hedhim fare yndyrë brenda, ndërsa na duhet një lugë gjallë vetëm për të lyer tavën, ku ne do ta hedhim. Kam fal, harrova, unë e kam pasuruar, mund të bëhet edhe vetëm me këto këtu, unë e kam pasuruar dhe me 200 gram prosciutto që do ta pres në kubik. Tek e hëvoja, e freskët, si që shikoni, dhe do të bëhet një vakt i plot, por dhe nëse e konsumoni për pjesën e paradites, nuk do t'ja u këshilloja për darkë, kur të flamgjumë, do të përballoni ditën shumë mirë. Prandaj kemi theksuar dhe në tabelë, mëngjes në tavë. Po. Kryesisht një recetë mëngjes, sigurisht mund të konsumohet. E mbështillni me një letër alumini dhe është mjaftueshëm për të përballuar. Tani, këtu kemi prosciutto. Fillojmë të procedojmë. Pra 6 kokra vezë. Nëse vezët nuk janë kaq të mëdha sa që janë vezët tona AIBE, do ju duhen 8. I rrahim. Se janë të ndara me sipas madhësisë, në fakt. Po. I rrahim mirë, të bardha dhe të verdha. Do të hedhim panën, fillimisht. E rrahim së bashku. Bukën që është mbledhur, djathin, qumshtin, vezët dhe pak prosciutto dhe realizojmë, më duket si është nga ato receta të ricikluese që themi ne shpesh. Po pra, patjetër, prandaj thash, nëse është një produkt në tavolinë që është produkt që është i vjetër kuptohet pa u mykur, atëherë ne e presim në kubik dhe realizojmë një natë më përpara se të mbyllim punët e mbrëmjes, i bashkojmë, i lëmë gjatë gjithë natës dhe në mëngjes e kemi gati vetëm për ta pjekur. E keni komplet tavën me përbërësit e saj në ekran, një mënyrë e mirë për t'i shënuar dhe për të
mos haruar një recetë të tillë ricikluese dhe shumë e shëndetshme mbi të gjitha. Tani fillojmë hedhim qumshin, thash, për mëngjes. Për darkë nuk do ta rekomandoj. Lë çik qumësh sa e shoh, se si do të jetë pjesa e piper, i hedhim dhe pak, kripi hove. Mirë, tani përpara se të vazhdojmë me përbërësit e tjerë, zonja Vjollca, është momenti që ne të falenderojmë bashkëpunëtorët e Vilës me një hapësirë të shkurtër publicitare. Jemi gati për të vazhduar tani me pjesën e fundit të recetës së parë, që është një mëngjes në tavë me përbërësit të cilët do t'i lexojmë pas pak sa për të realizojmë tani bashkimin të bukës. Vezët, panën, qumshin, krip, pak piper dhe djathën. I hedh të gjithë këto përbërësit në tas. I trazojmë dhe tani është momenti që mbasi ta trazojmë, ne t'i vëmë një letër, celofoni, dhe ta vendosim në frigorifer mundësisht gjithë natën. Derisa bukët ta përthikin mirë qumshtin dhe vezën, Po shoh që nuk është se, do më thënë, e ke bërë shumë të lëngshme. Në mënyrë që ta lësh në mënyrë natyrale atë përthithjen, në? Qumshin se do t'ja hedhim dhe këtë për arsye se ne nuk e kemi atë mundësi që ta vendosim në frigorifer, i trazojmë kështu së bashku, tani hedhim dhe proshutën dhe nuk bëni fare pis kur ta konsumoni me një kartë picet dhe shkëlqyshëm. Të gjithë të përbërës, të lutem me një lugë. I trazojmë mirë që edhe të marrin. Po, mos ketë fare pjesë të lëngshme, të jetë komplet, të përthithet mirë nga buka. E përthithur nga buka, ndërkohë shpërndajmë edhe pjesën e proshutës në mënyrë të drejtë. Furrën e kemi ndezur në temperaturën 175 gradë, 180 gradë maksimumi, asnjëherë më tepër se na nxihet veza, dhe tu ta lëmë në furrë për 30-35 minuta. Nuk duhet të dalë shumë e trash. Do t'i marrësh edhe këto proshutat? Patjetër. Ja, që mos lodhesh. Unë jam e dalluar për t'i hequr nga ta. Nuk ka shanse të mbetet asnjë fije. Jo. A tham riciklim, kështu që nuk do të hedhim asnjë gjë nga dollapi. Ja. I hapim të gjitha nëse do t'ishim në shtëpi, do të shijonte shumë me një fej domate të freskët. Këtu tani e vendosim në furrë thash, në temperaturë jo shumë të lartë, se vezët do të na nxiheshin. Kaq është e tërë. Kaq është receta e parë. Unë do të bëj një përmbledhje sapo ta vendos tavën në furrë për të pjekur. 170 gradë. Dhe do të presim derisa të bëhet gati. 175 deri në 180 gradë. Maksimumi, po. Mëngjesi në tavë. Gjysmë buke të bardhë bajate, e thënë? Në këtë formë, pra buka që kam Jo, buka të bardhë kisha unë sot, po juve mund të... Çfarë do lloj buke që përdorin në visat në shtëpi? Të përzierë. 200 gram proshut, 6 kokra vezë, 100 gram djathë kaçkavall, 250 ml qumësht, 200 ml pana dhe gjallë për lyerjen e tavës. Dhe kemi përfunduar me recetën e parë, ndërkohë përbërësit që vendosen mbi tryez janë të një recete të dytë që do të sjellë zonja Vjollca dhe që është? Po, janë midje, do t'i bëjmë si fërgesë. Nuk do t'i lëma shumë të thata. Nëse do t'ishin me lëvozhga, mund t'i gatuanim thjesht vetëm me hudhra majdanos, do t'i lanim mirë ato guackat me një tel të hollë, po thuaj se ose me pjesën e sfungjerit ku është pak e ashpër, për t'i hequr të gjitha pa pastërtit, do t'i vendosnim në një tenxhere, do hidhnim pak vaj, hudhër dhe majdanos në fund fare, do t'i mbyllim kapakun derisa ato të hapeshin dhe shërbeshin. Është një recet që gatuhet shumë shpejt. Sot mendova që t'i sjell në trajtën e një fërgese, që mund të shoqërohet shkëlqyshëm me një pastë, me pak makarona vetëm të zjera në anë të pjatës ose në mes dhe mund të konsumohet shkëlqyshëm kjo recetë. Për të realizuar, recetën është një kokër qep e vogël.
Nja 4 thelpi hudhra, për që të hedhim në fund fare bashkë me majdanozin. Se na duhet aroma e freskët. Hudhra që të gatuan, të jenë sa të ndjehet aroma e tyre, një gjethe dafine, nja 3 domate, 3-4 domate, në varet sa dëshironi ju që t'jetë pjesa e salcës, por pa lëng, e shikoni të gjithë që domatja është vetëm pjesa e tullit, e kam qëruar në ujë të valuar, punë që unë i bëj që herët mëngjes që vi. Kemi majdanoz, kripi per të zi dhe patjetër vaj ulliri altis që e bën akoma i vë firmë në fund fare çdo recetë. Do shijes, do mos kur e hedhim pastaj në gjendjen e freskët. Dgjoj, çfarë do bëjmë tani në këtë pjesë? Unë do ta shoqëroja me pak tagliatelle, do më ndonjë që ne kemi këtu në stendën tonë, divela, vetëm për 8 minuta. Do të thotë që unë do të punoj paralelisht. Këtej do zjejnë dhe këtej do të bëj. Në kaq pak minuta sa kanë mbetur, çfarë do të bëjmë për momentin? Unë do të filloj me qepën dhe në pas qepës, mbas të ka urdhis pak qepën, do të hedh midjet, do t'i ka urdhisësh besoj pak dhe shumë pak dhe me njëherë do të hedh domaten. Domatja me qepën dhe me midjet do të rrit pak të një 10 minutësh. Pra, të zjenjë me zjarë të ngadalt. Pastaj në fund shumë pak dhe gjithçka mbaron. Në rregull. Pra, kjo është procedura që ne do të bëjmë në këtë minutë që na ka mbetur, pra fillimisht qepa, midjet dhe më pas domatet. Qepën do ta ka urdhis derisa të thahet një çikë. Okej, të largoj gjithë pjesën e lagështirës. Më pas do të hedh midjet për 1 minutë, nuk do t'i lësh shumë, 1 minutë, 2 minuta maksimumi. Do të hedh domaten dhe këtu do procedoj. Nëse ndonjëra nga ambisat e shikon që domatja shteron, atëherë do të hedhim vetëm një filxhan kafe ose një filxhan e gjys. Ujë apo nga lëngu i Ujë do të hedhim. Në rregull. Pra, edhim qepën, kjo është procedura që do të ndjekim, sigurisht që do të bëjmë një përsëritje të recetës në pjesën e dytë, sepse tani është momenti që të shkëputemi zonja Vjollca. Dhe pas fleshit informativ, ne sigurisht do të sjellim edhe radhën e punës edhe një herë nga e para. Ka publicitet dhe më pas flesh informativ. Mirë se erdhët, është pjesa e dytë e këndit gatimit këtu në Vila 24, jemi gati në fakt për të treguar mënyrën e punës së recetës së dytë, ndërkohë zonja Vjollca po sjell në tryez edhe mëngjesin në furrë, sikundër ndoj që gjatë realizimit në pjesën e parë, do dhe pak buka bashkë me vezët, qumshtin, djathin, me përbërës që i kemi në frigorifer dhe pak prosciutto, është moment ta servirim pak më vonë. Fërgesa me midje, zonja Vjollca, shoqëruar me fërgesa pothuajse është gati. Me tagliatellet. I kam hedhur vetëm një filxhan kafeje ujë. Atëherë, ka themi edhe një nga fillimi si e vepruam. Vaj në ullirit, qepën për 5 minuta, derisa qepa të filloj të zverdhet, jo të marrin ngjyrë. Do të hedhim midjet, do t'i ka urdisim për 2 minuta dhe më pas kemi shtuar domatet dhe një gjethe dafine. Pra, tani unë do t'i kisha hedhur pak më parë një qik spec djegës, jo nga i që djegë shumë, pak, po e lash që ta konkretizoj direkt me ju. Në fund do t'hedh hudhrat, i hedhim dhe hudhrat tani për pak minuta dhe një qik majdanoz dhe një qashtu përfundon. I kemi hedhur patjetër dhe krip dhe piper të zi, pak gjethet e majdanozit. Dhe është një fërgesë që mund të shoqërohet vetëm me tagliatelle thjesht fare. Të zjera, vetëm pak vaj ulliri ndoshta po t'i hedhim edhe... Po mund t'ja hedhësh dhe mund mos ja hedhësh nëse i servir për një herë të dyja dhe nuk ja hedh. Okej, me qënë se kemi vaj ulliri të përdorur tek receta. Atëherë i trazojmë së bashku dhe është gati për servirje. Kjo ishte e gjitha. Kjo ishte receta e dytë. E nisim që në pjesën e parë ju treguam procedurën e punës se si vepruam për të realizuar këtë pjatë të shijshme, shoqëruar me pak tagliatelle, fërgesa me midje, shihni në ekran dhe përbërësit, 500 gram midje, një kokër qep, 400 gram domate, 4 thelpinj hudhër, gjysmë tufe majdanoz, një gjethe dafine, 4 lugë gjelle vaj ulliri, krip, piper i zi, limon në feta. E sjellim mbi tryez të servirur tashmë një pjatë e shijshme. Gjithçka është gati, mund t'i vendosim. Edhe nga aromat është një pak fare majdanoz. Një shije e vërtet. Tani të sjellim edhe tavën zonjë Vjollca? Po. Për të treguar anvisave se si mund të realizojnë
një mëngjes në furr, duke e filluar punën paraprakisht që në mbrëmje, me bukën e mbetur. Ja, Niki, ta vendosim këtu. Është në piksur gjithçka dhe edhe kështu si pamjen për qeta. Vaket pak, është akoma dhe më mirë për ta serviru. Do të servire si një pastiqe. Po. Sepse ka dhe atë djathin në E presim. që shkrin. Ja. Shiko, është e butë, Po. duket që është e butë, por në momentin që kjo jo të ftohet komplet, ja, është shumë e Se shishme. lezetin e ka kështu të hash në çik të ngrohtë, as të nxehtë dhe as të ftohtë fare, por edhe e ftohtë ndoshta mund të piksen ato përbërësit edhe mund ta konsumojmë, ta marrim shumë Njësoj si vete. pastiqja, thash po. Një leck. Ja, kjo atë poshtë. Pra, kishim hedhur në një tas të madh të përbashkët bukën, Po. vezë, në bazë të antarëve të familjes, do t'i llogarisim vezët apo sa të kemi Po një parasysh? gjysmë për person, do Në të ishte rregull. mjaft. Okej, që marrim edhe proteinat e mëngjesit. Pak prosciut, pak qumësh, krip piper i zi dhe djath. Djath që shkrin, djath pice. Po. Ai djathi picës, duhet të ngri një çik që ta nxjerrim në kollaj fare këtë. Në një luk, një thik. Ja. Marrim një çik majdanos këtu. Dhe në këtë formë kemi ricikluar edhe përbërësit apo bukën që ndonjëherë ndodh rëndom, ka edhe persona dhe familje Nuk që dua e ta hedhin. mendoj që ta hedhin. Që është një mënyrë riciklimi, po pse jo, një recet që na hyn në punë. Këtu Kalojmë jam një për vakt. 3 persona, se mos trëmbeni. Këtu mund të hanë 3 persona, nga një copë secili. Okej. Ja. Unë me dorë, kështu do ta provoja, si kur t'isha në shtëpi. Ka edhe për mua këtu, bashkë me Ka sa të prosciutto. duash. Si është? Sa mirë që na ke sjellë në ndërmend këtë recet, Për të gjitha moshat. sepse për të gjitha moshat, po dhe është e butë. Merë, Ka provoj shije shumë të ti mirë. Jetë marr një pirun se është dhe e nxehtë. Jo vetëm për të gjitha moshat, por për të gjitha familjet, shtresat. Po, Një po, recetë dhe sa e shumë ideale. shishme që është. Më pëlqej ka shumë me prosciutto. Që them mund të bëhet edhe pa prosciutto, por prosciutto ai dhe nga goxha lezet. Sidomos kur bëhet edhe kështu pak sigurisht, kërce. shumë lezet. Në pjesën e Pra, sipërme. nga një porcion secili me një gotë çaj. Çaj mali, shqiptar. Me një çik domate. Jo çaj për biskota, dikush që mund t'i bëj dëm qumshi në mëngjes dhe një gotë çaj do t'i bënte shumë mirë në vend kafes. Merr energji. Ale t'ishte edhe me një luk mjaltë brenda. Shikoj, ndryshim atë ritim, për shembull, kemi ndonjë mëngjes që kemi tranane që të hedhim në tavë. Unë bëj shpesh trana, kam thënë, Kështu që ndryshojmë pak nuk hek dorë nga radhën trana, më shijon shumë. e shëndetshme dhe shumë mirë bën, me pak vaj ulliri, me pak djath, aty shkon shumë. Për mëngjeset të ngrota, kostoja e mëngjesit për 6 persona është 320 lekë. I qas një gjë për një familje të madhe, të ngopeni dhe të Për ushqeni këtë me tavë proteinat e që dura. hanë lirshëm 8 veta, i bie 40 lekë. Llogaritet vetëm veza, se bukën, nuk e kam llogaritur bukën këtu, se mendoj që buka është... Është fetat që mbeten jo gjatë javës, po këtu, për jashtë bukën që se kam llogaritur, ama është një ushqim shumë i mirë. Thash, nëse ta konsumojmë në mëngjes, në darkë nuk do rekomandoja diçka të tillë. Na mban goxha gjatë ditës. Po është e vërtet, sepse ka bulmetin, brenda ka proteinën edhe... Madje e merr në mënyrë më të kufizuar edhe vezën dhe prosciuton, sepse 200 gram prosciutto ta llogarisësh ta ndash në 8 porcione, nuk i bie as 30 gram për persone. Është e vërtet. Provojnë edhe me pak prosciutto, si që ka shumë e shishme edhe në këtë formë. Kjo ishte kostoja e mëngjesit, kalojmë te kostoja e drekës e fërgesës me midje, ndërkohë në tabelën e kostos ju mund të merrni dhe përbërësit, ndërkohë për 4 persona 580 lekë na ka kushtuar ne. Besoj se pjesa më e madhe e familjeve mesatare është me 4 antar dhe llogaritet në këtë mënyrë edhe kostoja ditore e shpenzimeve që ato do të kenë për Aty nuk janë llogaritur vetëm makaronat. Nuk janë llogaritur makaronat, vetëm fërgesa. Në rregull. Për çfarë ka emri i recetës, është llogaritur makaronat, jo. Se sipas dëshirës, dikush Nuk shoqërohet me mua makarona. më shijon shumë
me tagliatelle, por dikush mund të përdori orizin, kështu që unë nuk mund dikush mund të marrë edhe një patate të zjerë, për të zvendësuar karbohidrate. Pak vaj ulliri. Mirë, këto ishin recetat për ditën e sotme. Ne ju falenderojmë që na keni ndjekur dhe ju sugjerojmë balkano.com rubrikën e gatimit për të mësuar edhe një herë se çfarë gatuan këtu zonja Vjollca në këndin e gatimit. Shpresoj të vinë në ndihmë të gjithave zonjave dhe anvisave dhe unë të falenderoj shumë zonja Vjollca për idetë, të lumshim duart. Mos harroni të klikoni në balkano.com, po ashtu na ndiqni edhe në YouTube të gjitha recetat, gjitha hapësirat e gatimit gjenden edhe në YouTube. Ju përshëndesim nga këndi i gatimit, do të shihemi sërish bashkë në pjesën e tretë të Vila 24, nuk kemi përfunduar këtu, kemi një temë mjaft interesante dhe shumë e përbashkët që na prek interesat e të gjithëve. Miropafsh.